kolege, sot kemi një dosje që do të paktën 10 vjetë studim. 10 vjetë, por ne nuk kemi kohë dhe do kalojmë vetëm në kallëzimin që është bërë për Alipash të Pelenën. Po, kolegë, kohra të vështira janë faktikisht dhe ne nuk dim se ku dhe si të orientohemi, në fakt. Tani. E dëgjove për Monikën. Zëre se nuk jetojmë në atë kohë. Leti alim brezave të arqëm të merë me këto dosje. Sepse në spak drejtësia vonon, por... Nuk arron. Le të hyj Alipash të Pelena. Për jashta! Urdhroni, pashaj nderuar. Duhet të uleni në karrige, pashaj, jo aty. Kush jeni ju që më keni thirrur këtë, ha? Si guxoni? Kush ishte ai që ka dhënë këtë urdhër? Pashaj i nderuar, me urdhër të sultanit të madh, kemi vendosur të hapim dosje ndër shekujt të udhëheqësve shqiptar. I madhi Skënderbej është në paraburgim tek Alidemi. Dhe ka një gallëzim, o i madhi pasha. Është anonim në fakt. Është nga te Pelena. Nga te Pelena. Kështu ka qenë që moti. Sa letra anonime vini nga Allah e din. Atëherë, pasha, pa humbur kohë, po ju lexoj akuzat. E para, akuzoheni për deklarim të rrem të pasurisë, duke transferuar florinë në vende offshore. Shorë. Gjësh kjo, shorë. Offshore, pasha, offshore. Mos na bëj budallaj këtu, por jepi trego dhe mos na vono. Të kishe qenë në kohën time, do të kisha shkuar në hu, të pisja në hell për gjallë. Në s'di sa ka bërë kështë. Qa u shprifti në Ormovës, e ka shkuar në hell. Akuza nëmër 2, pasha i madh, akuzoheni për grabitje të pasurisë të tjetrit. Pashaj të Delvinës dhe ati të Beratit. Ato të Vlorës po e zëmë në gojë se e bëre krushke dhe i këpute kokën pastaj. 3. Bashkëpunim me rusët marrëveshje të fshehta. 4. Ke paguar 160.000 franga ari, pasi ke shkuar me një pornostare dhe për t'i mbyllur gojën, sepse ishe në marrëdhënie bashkëshortore, i ke dhënë këtë shumë. Unë pas kam paguar para për femra. Unë kam pasur 100 femra në revin tim. Si e keni e një? Prosina, pasha. E kam pasur një frosina dy në rem. Pastaj, unë kam pasur Vasiliqin. Ti me shoqe 18 vjeç. Po veç ta ish, pasha, sa vjeç ishit? 82. 82? Edhe flije me Vasiliqin? Por në të mosh, pasha, ju nuk keni pasur fuqi të urinonit, jo më të flimit me Vasiliqin. Po të kishe qenë atë ka, nuk të guxoje të flisje. Pasha, mos dil nga tema ju lutem, ç'keni për të thënë për këto akuza dhe të tjerat që do të zbardhen step by step. E po, si të gjithë e di, nuk kam qenë Luani e Pirit.
Unë i kam vënë vetë pasuritë e mia dhe nuk kam pasur nevojë t'i fsheh në për to foshinjore që thoni ju. Ju... Për që s'kë përdorni për të ruajtur? Unë përdor një Max Pesa. E po hajde, ma... Avash pasha se në shkrives. Ullu, ti ullu. Ju pasha nuk jeni as shkodran, se kur je shkodran tana i ban, por edhe nga Tepelena edhe humorist. Nese. Atëherë, pasha, deri sa të sqarohet e gjithë dosja, ju do të jeni në parapurgimin në burgun e Bënçës. Dhe me qëra fjala, akuzoni për shpërdorim fondesh në ndërtimin e ujësjelësit të Bënçës, si dhe në ndërtimin e kalasët e Pelenës. Ke shpërdorim fondesh të pashallokut të Janinës për dashnoren tënde Vasiliqin, në ndërtimin e Porto Palermës si dhurat për të. Janë akuzat. Çdo thot akuz. Zë thot akuz? Akuzat janë e gjithë veprimtaria juaj, politike, diplomatike, ushtarake dhe ndërtimit. Këto janë, dhe një letër anonime që ju bën juve fajtor. Këto janë akuzat. Dhe me qëra fjala, pasha, ne këtu jemi në SPAK, edhe qesh mirë, kush qesh i fund. Dhe sa për djenin tuaj, tani po vinë që t'ju shoqërojnë në Bënç. Një shumë mirë. Atëherë, doa 50 kg mjalgë shtenje, doa falë vici çdo mëngjes, një herë në muaj transfuzion gjaku, edhe ato të demit çdo drek në tavë. Gjitha këto për çfarë i doni, pasha, për çfarë? Për këtë këtu, edhe çdo dark, dua nga një vash, jo më shumë se 20 vjeç. O, pasha, por po të ishte burgu kështu, pasha, po shkonin të fusin vetë brenda, pasha. E po, këto janë kushtet e mia. Tani, o i madhi pasha, a doni të kontriboni diçka në zbutjen e akuzave? Si fillim, duhet të gjeni se ç'është e ci i përkasu? Grekët po bëjnë miliona nga vizitat e në kështjellën time, Janin.